Pas aksioneve të policisë bashkiake për lirimin e hapësirave publike, tregtarët e fruta e perimeve në lagjen rus kanë paralajmëruar protestë në rast se nuk i jepet zgjidhje kësaj situate. Ata i bëjnë thirrje kryetares së bashkisë për gjetjen e një tregu ku mund të shesin. Nëse nuk na jep zgjidhje bashkia, ne do të dalëm protestë. Do të marrëm edhe familjen, se ne kanë ku shkojmë. Na gjejnë tregun i përgjigj na shtetit simas kushteve që të ketë, ose thanjeve që të na bojnë. Ne do të protestojmë dhe dalim për çdo ditë jetu se kur ka më myt s'kena. Na do na një zgjidhje marr kryetarja këto me bën një diçka për ne. Një treg më këtë pak na do na më pagu, nuk do na më ne, sa rrugë madhe, punojmë, jetojmë të tonë. Nëse nuk ban zgjidhje kryetari në protesta, çfarë rrugë tjetër? Tani ky popull duan me jetu, duan me hangër buk. Nëse puna është që nuk ka rrugë zgjidhje, do detyrohemi dalim gjithë në rrugë. Të bëhen protesta që ta napin një rrugë zgjidhje. Tregtarët ambulant përbëjnë problem për hapësirat publike në qytetin e Shkodrës, ndërsa para 2 ditësh bashkia ndërmori disa aksione për largimin e tyre. Kjo i ka acaruar së tepërmi tregtarët, të cilët kërkojnë zgjidhje të kësaj problematike, pasi sipas tyre, bashkia po le pa punë qindra familje.